Përshëndetje dashur miq. Nisur nga fakti që kryeministri i Shqipërisë apo kryetari i organizatës zoti Edi Rama gjendet në shtetin hebre, i ftuar aty për të marrë pjesë të përkujtimore që zhvillohet çdo vit në nder të viktimave të Holokaustit, i cili për hir së vërtetës ka marrë edhe vlerësime falënderime nga autoritetet e atij vendi. Unë me ju dua të ndaj sot historinë e vërtetë atë të shpëtimit të hebrejve. Personazhet që shpëtuan ata duke nisur që nga qeveria, apo në fund tek ata të cilët i sistemuan, i strehuan, apo dhe i pajisur me pasaporta muhamedane. E kam tu fjalën për Kadrit Sakrani dhe në tërësi për pinjonët ose familjen Sakrani, e cila bëri të pamundur që ata t'i strehonte jo vetëm në Berat, por edhe në çiftligjet e tyre. Kjo është një histori që më parë nuk është treguar. As vetë Kadri Sakrani nuk e përmend atë me një glorifikim që ai të merrte merita. Jo, ai thjesht e ka përmendur në librat e kujtimet e tij, por duke qenë një akt humanitar, ai është treguar shumë i kujdesshëm, më themi dhe shumë modest, sepse shpëtimi i hebrejve ose shpëtimi i çdo kujt që kërkohet ishte një akt humanitar dhe nuk duhet përmendur. Nisur nga fakti që shqiptarët sot janë turrur dhe të gjithë duhet të burren dhe të marrin merita, ka fjalën për zyrtarët, dhe pa e ditur si ka qenë historia, unë duhet të ndaj me ju sot tamam atë vlerësimi që ka marrë nga institucionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm Kadri Sakrani si personazh, por edhe gjithë në tërësi familja Sakrani. Këtu unë kam të gjitha dekoratat dhe të gjitha vlerësimet që janë dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur nga Senati i Shteteve të Bashkuara. Kjo është certifikata, dekorata që Senati i Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka dorëzuar familjes Sakrani për Kadri Sakrani, kur thot Kongresi Amerikan dekoron me vlerësime më të lartë komandanti nacionalist Kadri Sakrani për shpëtimin e hebrejve në Berat në vitin 1943-44. Këtu është proklamata që është lexuar përpara Senatit Amerikan, për të cilën më pas edhe është mbajtur edhe 1 minutë heshtje dhe në nderim qoftë kjo edhe të Kadri Hayreddin Sakranit. Pra, ja ku është dhe dokumenti tjetër, nga senatori i shtetit Illinois apo i Chicagos, të cilët e ka propozuar këtë nisëm. Këtu gjendet përsëri nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dokumenti i cili dekorimit të Kadrit Sakranit dhe familjarëve të tij nga Kongresi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ja këtu përsëri është kryebashkiaku i Chicagos dekoron me titullin e lartë komandanti nacionalist Kadrit Sakrani për humanizmin e tij që ai ka treguar gjatë luftës dytë botërore dhe veçanërisht në shpëtimin e hebrejve. Këtu kemi një dokument tjetër që është nga guvernatori i shtetit Illinois, i cili ka dekoruar, jo vetëm e ka dekoruar Kadrit Sakranin, por dhe dekorata, proklamata ja ku është. Jo vetëm e ka dekoruar, por ata datën 11 nëntor e kanë shpallur D-Day, pra dita Kadrit Sakrani. Dhe ky është një vlerësim jashtëzakonshëm, por ne si familjar, si pasardhës, si pinjollta se familje nuk kemi folur, sepse aktet humanitare njerëz nuk tregohen. Aktet humanitare i bëjnë njerëzit e mëdhenj, i bëjnë familjet e mëdha. Njerëzit e vegjël si Rama me shok shkojnë atje për të marrë meritat e tyre. Sot këto dokumenta dhe të gjithë akti humanitar, shërbimi humanitar që është bërë, gjendet në muzeun Yad Vashem në Tel Aviv. Kushdo shqiptar që të shkojë në Tel Aviv, në muze, mund të ta kërkojë shumë thjesht dhe gjen atje të gjithë dokumentacionin që ne si familjar i kemi paraqitur dhe jemi krenar për këtë. Por ne nuk mburremi, sepse ky sharlatani për interesat e tij meskine politike, përmbajtjen e pushtetit, nuk fal, shkon atje dhe merr dekorata dhe bën atje si kaposhin maj të pleut dhe duket sikur shqiptarët, sikur i ka shpëtuar ai hebrejt dhe jo shqiptarët dhe në tërësi ato familje të cilët kishin detyrimin moral që ti shpëtonin. Njerëz, aktet humanitare i bëjnë njerëzit dhe familjet e mëdha. Kjo është historia, ne nuk mburremi. Sharlatani, kryetari i organizatës, le të vazhdoj, por historia ja ku është. Historia ja ku është këtu në mes të dokumentacionit ku gjithë bota tashmë e mbar e di kush janë ata që kanë bërë aktet humanitare, shpëtuan jo vetëm hebrejt, infermierët amerikane shpëtuan kodikët në Berat, pra librat e shenjtë, dhe imagjinoni tashmë ne jemi këtu. Unë nuk i ndaj me Edi Ramës dhe të gjithë këtyre palaçove, se këta palaço të gjithë këtyre emerizëve të vegjël që të marrin meritat
e atyre burrave të cilët ishte shtuar që nga ministri i kohës i brendshëm që ishte Kolbik Mirakaj e kështu me radhë. Pra shqiptarët ishin ata që drejtonin vendin në atë kohë, ishin të gjithë në sintoni, që nga me difrashëri e tjetri me shok, të cilët kishin detyrimin që t'i shpëtonin. Unë dhe njërë tjetër gjiri rastin, t'u da tregoj këto dhe t'i bëj publike, sepse nuk isha ndërmend t'i bëja publike, por Palaçua ynë, kryetari i organizatës që është kryeministër sot, ka shkuar atje dhe fryet si ka poshtë një majt pleu. Dhe njëherë, miru gjeqim, këtu jemi, më kam përballë, nuk ju ndajem derisa ata të mësojnë që aktet humanitare nuk janë për të mburur, nuk janë për bërë politikë. Aktet humanitare janë akte humanitare dhe mbyllen aty. Dhe njëherë përballë më keni. Hajde, ciao.